Procesi I kompensimit të fermerëve përmes skemës së autofaturës po vjon me ritme të larta, ndërsa të dhënat më të fundit të administratës tatimore tregojnë një interes të konsiderueshëm për përfitimin e mbështetjes financiare. Sipas statistikave zyrtare, për periudhën 1 korrik 10 gusht 2026 janë dorëzuar 3366 aplikime online, nga të cilat 1120 janë miratuar, ndërsa 2138 të tjera vijojnë të jenë në proces shqyrtimi. Në total, vlera e kompensimit të përllogaritur për aplikimet e deritanishme ka arritur në 8.3 milion euro, që përfaqëson kompensimin prej 10% për fermerët përfitues. Skema e kompensimit përmes autofaturës synon të mbështesë prodhuesit bujqësor dhe të formalizojë më tej transaksionet në sektorin e bujqësisë. Aplikimet kryhen në mënyrë elektronike përmes sistemit e-filling, duke lehtësuar procedurat administrative dhe duke përshpejtuar procesin e shqyrtimit. Administrata tatimore u bën thirrje të gjithë fermerëve që plotësojnë kriteret ligjore të aplikojnë për të përfituar nga kjo skemë, e cila mbetet një nga instrumentet kryesor të mbështetjes financiare për sektorin bujqësor. Me më shumë se 3.000 aplikime të dorëzuara brenda pak më shumë se një muaj, skema po dëshmon një nivel të lartë interesi, ndërsa pritet që numri I përfituesve dhe fondi I kompensimit të rriten më tej në vijim të procesit të shqyrtimit të dosjeve.